Takimi zguros në zonë Vokri dhe Razak i cili e largon Migone për tek Olivera, shohim ka hapësirë Olivera. Top mjaft i mirë për tek Migone, ka topin Migone, edhe njërë tjetër Migone! 0-2 i jep goditjen përfundimtare tashmë Migone me këtë gol të shënuar. Migone në shtyllën e parë në poshti portierin Marin Stanic, të zhgënjur tifozët e Pogadesi që tashmë pak nga pak po largohen nga stadiumi. Coba Qato në me topin Qato, Olivera i vje pas shpine. Shohem tashmë këtë zbritje të ekipit të Besës, një mundësi shumë e mirë kjo goditje që përfundon jashtë. Rritet muri mbrojtës Rodrigo Migone, një goditje. Në skuadrës së Besës vjen goditja mbyllur ekipaj. Migona, Spahiu, betet për para Besa, gjithë Spahiu për Migona, Migona vjen topi i kthyer, deviohet në këndore shkon. Migone, që dalin e Nurjes për të pasimit, qojnë Nurja brenda zonës, krosimi! Dabo, shvendosën nga qendra, kene dhe një tjetër Migone në ky pasim për Nurje, në këten qendër, Aslan ditjen pasi ishte pas shpinës së Pino Nato. Natos, pasimi është i gabuar, por gabojnë edhe lojtarët e Apollonis. Migone dhe Olivera, Migone sërish, Migone, një pasim për Nonato! Migone avancon ka hapësirë në mes fushë, edhe njërë tjetër lëviz mirë ndaj Daladit. Ne aplojë në kraun e majtë. Duase gabon, në marrin topi dhe një tjetër lojtarët e Besës, Gjina, Migone. Arrit kaloj mjaft mirë Migone, çojnë dalin e kavajasve, Migone, Nonato, më pas është Dabo, brenda zonës Dabo,